0 centimetra që synojmë me... Veti e qëllove pikërisht pikën, a? E qëllova mirë. Që Kosova nuk është teren shumë i përshtatshëm edhe për përgatitje shumë të mëdha për një garë të tillë, por kur je talent dhe kur e don një punë shumë, ky është rezultati. Faktikisht na stërvitemi gjatë krejt vitit edhe mandej ndjekim garat cilat janë për vende të ndryshme. Kosova fatmirësisht është vend shumë i mirë për është vend shumë i mirë për me pas stërvitje, për këtë arsye edhe neve na mundson për shkak se kemi kodra që mujnë me bë fluturime më të gjata, po gjithashtu kemi edhe kodrat olta ku na mujna me ushtru për target, për precizion lëmie e cila është e jona. Sepse ka qenë ajo rënja që ka qenë shumë e rëndësishme. Disiplina e paraglidit cilën na marrim pjesë në gara është precizioni, që do me thënë kemi një pik me 0 centimetra që synojmë me... Veti e qëllove pikërisht pikën, a? E qëllova mirë. Ja dola disi. Ishte në Tajland tereni pothuajse këto si ku mbajt, ishte me kodra pothuajse si në Kosovë, ishte përshtatshëm. Ka qenë kodër. Të duk si Kosovë? Ka qenë jo, as pak si Kosovë, ka qenë një kodër edhe kemi pas një lom pranë. Fatmirësisht kushtet kanë ditë me qenë sfiduse deri diku, po që ja kemi dalë shumë mirë. Edhe ka pas pjesëmarrje shumë të madhe të pilotëve. Kanë qenë në garën e parë 120 pilotë. Kolegët e mi më hiqni mua se unë nuk marr vesh, unë rrëzohem nga fiku kam thënë, po vetëm lisjetën. Po, vazhdo. Pra, janë majtë 2 gara gjithsej, ka qenë test eventi i kampionatit botror i cili do të mbahet në vitin 2027 në fund të janarit, gjithashtu edhe kampionati aziatik, në të cilin na kemi marrë pjesë për pikt e garës, po që podium nuk lejohet me marrë për shkak se jemi Europë dhe kemi kampionatet të ndame. E çka do me thënë kjo? Do me thënë merr pjesë në kampionatin aziatik, Fanoli ka dalë i 3-ti overall, ndërsa unë kom dalë 2-ta në kategorinë e vajzave. Pikt e garës i merë, po që... Por jo podiumin, a? Jo podiumin edhe jo medaljet, për shkak se është kampionatin dam aziatik. Kampionatin e përbashkët e kemi kampionatin botror, i cili ka më mbajt në janar të 2027-ës.